Një ditë pas miratimit në parlament të ligjit për barazinë gjinore, deputetja socialiste Iris Luarasi reagoi ndaj polemikave që kanë shoqëruar atë, duke theksuar se ligji nuk përmban asnjë dispozit që ndryshon konceptin tradicional të familjes apo të gjinive. Janë shprehur shqetësime për terminologjinë e përdorur, duke pretenduar se ligji kërcënon familjen tradicionale dhe shton numrin e gjinive. Në realitet, ky ligj nuk krijon asnjë produkt të ri ligjor, nuk krijon kurrësi asnjë gjini të re, vetëm synon që të garantojë barazinë reale midis burrave dhe grave. Ndër termat që kanë ngjallur më shumë debat është përkatësia shumëfisht, e interpretuar nga disa si referencë ndaj identiteteve gjinore, por Luarasi mohoi kategorikisht këtë lexim të ligjit. Koncepti tjetër, për cilin u fol, që është koncepti i përkatësisë së shumëfisht dhe që referohet në ligj, nënkupton diskriminimin e shtuar që mund të përjetohet për shkak të moshës, origjinës etnike, vendbanimit rural, aftësive të kufizuara apo statusit social-ekonomik. Ky koncept nuk lidhet me atë që dëgjuam dje me konceptin përkatësi e shumëfisht gjinore. Mjafton një kërkim në tekstin e projektligjit dhe menjëherë do të kuptoni që tokfjalëshi përkatësi e shumëfisht gjinore nuk ekziston. Në mbyllje të deklaratës së saj, deputetja theksoi se ligji i ri nuk është një eksperiment social, por një hap drejt përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe ndërkombëtare që garanton barazinë midis burrave dhe grave.